Miqën e përshëndes shumë, unë jam Vanthia, jemi parë për ata që më kanë ndjekur edhe në për disa video reagime tjera, Eva, shkurt. Po bëj sot një video reagim apo një video analizë tjetër për një situatë që ka marrë rrugë prej shumë vitesh, por nuk po finalizohet. Sot po marr shkas nga raporti publikuar i OSCE Odihrit, i cili ishte një shuplak e fortë për gjithë procesin zgjedhor në Shqipëri, por sidomos për atë që është komponenti më i lidhur me demokracinë në vendin tonë, që është administrata publike. Dhe sipas këtij raporti, ndërmjet shumë pikash të tjera, në të cilat rënditeshin, problematika kryesore ishte përfshirja e administratës publike dhe përdorimi i saj nga pushteti në procesin zgjedhor. Ku si gjithmonë problemet kryesore, politizimi, nepotizmi e të tjera kishin ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ta themi pak fjalë se raportin lexoni vetë, është online, të gjithë pikat, ku problematika tjera lidheshin me mosranimin e votuesve në lidhje me sistemin online e të tjera. Tani unë po ndalem te kjo pjesë, kam pasur edhe një nga temat e mia të diplomës ka qenë ndikimi i administratës publike në procesin e demokratizimit të Shqipërisë. Ky problem i administratës është problem që vazhdon gjatë gjithë tranzicionit, gjithmonë, por është gjithmonë një gjë që lihet, nuk përmendet, lihet në hije. Është domethënë, mund përflitet kokat, mund përfliten partitë, përfliten liderët, përflitet çdo gjë, skandalet, korrupsionet. Po administrata lihet aty si ujë ndënjur. Po kush e mban këtë sistem në këmbë? Sistemin administrata e mban këmbë. Dhe puna në Shqipëri dhe problemi ka arritur deri aty që edhe sikur që në fakt sistemi ka rënë, kam thënë dhe diku tjetër. Edhe sikur këtu të ndrohet lider, e lëm të pjesë, s'ka ndërmend të ndrohet, nuk e ka ndërmend të ndrohet. Po them që ka ndërmend ai, jo që kemi ndërmend çfarë dëshirojmë ne. Edhe sikur të bien liderat, edhe sikur të bien partitë, edhe sikur të bie çdo gjë. Këtu është një pjesë e shoqërisë që nuk e dorë dhe nuk e lë sistemi të bie. Pra e që është brenda, është fraksion e shoqërisë, i instaluar e ngulur në administratë përjetësisht më mirë të vdesin se sa të lënë atë vendin e punës. Le të digjet gjithë bota, jo jam në punën. Po këta që tjerë që kanë bërtu shqy kalamajt, nuk jam punë, po pse ankoheni pasaj, jo spitalet, jo këte, apo keni në një të njërë, jo regulojnë edhe një të lumtur tani, edhe keni kapër 2 lekë, edhe një vend pune, edhe të tjerë le të vdesin tjerë, nuk është kështu shteti me motra, o vlezër, motra, o gra, nuk është kështu shteti. Nuk ka asnjë taksirat, asnjëri të vuaj, se keni ju një instalim të vendit punës edhe keni kapur aty, bëni korrupsione, nuk ju bëhet vonë fare se çfarë bëhet nga bota fare. Nuk është kështu. Administrata është pjesë përbërëse e sistemit dhe në rast se vazhdon ky mos pastrim i shoqërisë që është instaluar në administratë, e cila është bërë si ujë ndënjur që nuk rrjedh, do shkojë pashmangshmërisht në konflikt civil. Pse? Spari, në gjithë raportet e Bashkimit Evropian dhe në gjithë raportet e huaja që janë bërë gjithë këto vite, përmenden të njëjtat gjëra, të njëjtat problematika. Nepotizëm, pra, emërim me gjithë njerëzve në administratë, sipas lidhjeve familjare, që zakonisht kanë që nga sistemi kaluar, që nga baballarët, që nga partia atyre. Nepotizmi 1, korrupsioni 2. Nuk dinë tani këta tuaj flasin me terma kështu standarde politike, po gjërat e brendshme këtu nuk e dinë se si këtu
Se si këtu instalimi që nga trashëgimia e partisë vjetër vazhdon dhe nuk ka mend të shkojnë. Nuk e din ata hapjen e dosjeve që po të hapen dosjet janë gjithë të përfshirë të gjithë njerëzit që janë në sistem. Po gjithë njerëzit që janë në sistem nuk janë gjithë shoqëria shqiptare. S'ke çfarë bën? Janë ciklet shoqërisë, disa do ikin, disa do rrini ju përjetësisht. Pse do rrini përjetësisht? Pse kur sistemi ka rënë do rrini ju përjetësisht? Ka njerëz tjerë që e meritojnë. E pa, e dyta, qa punë bëhet më në administratë? Qa bëni tetorat? Se nësë po shohim në një që po shkëlqen në një sektor i shoqërisë tonë këtu, që të themi që administrata po bën punë të shkëlqyer. Nuk ka thënë kur njëri që po bën punë të shkëlqyer. Administrata nuk i flitet me gojë. Sipas raporteve ndryrave më të madhe këto plastike i kanë administrata. Qa bën 8 orë punë, 10 orë punë, shkoni në parukeri dhe bëni botox edhe ndërhyrje kirurgjikale, merrni leje nga puna çdo 2 javë se bëni nga ndërhyrja. Kjo s'vlen vetëm për gratë, vlen edhe për burrat që janë bërë më keq se gratë. Më keq. Më shumë kanë për parukeri burra se sa ka gra. Më shumë bëjnë pedikyr burra se sa bëjnë gra. Se që ka trashëguar që nga komunistët ky homoseksualizmi i fshehur, me sa ka rezultu, pas ka qenë problematike madhe, që ka lidh me pashmangshmërisht me komunistë vjetër, homoseksualizmi i fshehur. Nuk e sollën Sorosianë, jo, e gjetën këtu. E gjetën këtu Sorosianë, këtë lloj kategorie. Tani çdo ksirat ka shqiptari vërtet, edhe shoqëria që është pjesa e shoqërisë që është tamam e drejtë dhe pa përfaqësuar, që është, po them unë gjysma, apo është më shumë se gjysma, që vazhdoi paguaj taksa për këto, që të bëjnë të zgërdhien edhe të jetojnë të lumtur në aureolën e kompleksitetit vet, se ato kanë arritur. Këtu dhe sigur të bjerë sistemi, që ka rënë, sepse nuk ka më, një nga arsyet e tjera që sistemi ka rënë, është se nuk ka më investitor të huaj, nuk ka më shtetje më nga partnerët të huaj, nuk ka më shtetje më as nga rusët, s'ka më shtetje më as nga amerikanët, me çfarë po rezulton. Po themi zyrtarisht, sepse kur partnerët të huaj nuk mund bëjnë reagim zyrtar në lidhje me çështje të brendshme, se po bën reagim zyrtar jemi pastaj në luftë pashmangshmërisht. Reagimi zyrtar, qëndrimi zyrtar i shtetit kundrejt shtetit tjetër të fut në konflikt. Por qëndrimet tregojnë që nuk ka më mbështetje nga partnerët e huaj. Kush po e mban këtë sistem, zotri? Kush po e mban këtë sistem? Kush? Ua them kush po e mban? Ku a them? Kam bërë një seri videosh. Shkoj goja këtej, ka gjithë këto video. Po bën sikur të dëgjoj se është kur je brenda. E mbajnë bisht i kavallit i sistemit kaluar, se komunistët që ishin parimoru të roqën, e mban bishti i kavallit i sistemit kaluar. Spi unë 2 lekësh, pastaj këto e thonë dhe vetë patronazhistët qënë të rinj, po baballaret atyre janë vjetër. Patrulluesit e lagjeve që kanë ardhur nga të nënave të veta. Kush po e mban këta? Po ku e qin dorë, po më mirë të vdesin se të heqin dorë nga pozicionet, rektorët, dekanët e sistemit arsimor, të përjetshëm, më mirë të vdesin se të heqin dorë gjyqtarët, apo prokurorët, apo kjo është çështje tjetër e gjyqësorit, apo sektor tjerë të administratës publike. Këtu çdo post është i përjetshëm. Këtu administrata është e fryrë e tepër. Ç'është ky vend me 1.8 milion banorë, aq që ka dhëndis të brenda? Ç'është ky vend me 1.8 milion banorë që ka 300.000 veta administratë të tepër? Pse nuk përgjysmohet tu administrata siç po bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pse? Që këtu jo përgjysmohet, bëhet
Çrek janë poste punë koti. Këtu hapin sektor, koti s'bëjnë asgjë. Pse? Vetëm për të gjetë vende pune njerëzve të vet. Si që po përmendon një sektor tani, sektori i krimit kibernetik. Kot, kam bërë unë për traktin, për median që po ju flas tani juve. Hapte për skallëzime para 2-3 vjetësh, shduken gjitha, shduken kallëzime, shkon koti bën ti aty shduken. Kështu është gjyqësori në Shqipëri. Bën kallëzime shduken. Tani këto kallëzimet e këtyre sektoreve të reja kibernetike, këto janë out fare, këto janë vetëm që thot qeveria që është modernizuar, është bë moderne dhe ka hapë sektor të rinj. Që janë to të te fryra, që du me legën me taksën e njerëz që rinë kot në? Sepse njerëz të tjerë nuk kanë kalamaj për të shqyer? Nuk kanë njerëz të tjerë kalamaj për të shqyer? Që kalamaj shkanda? Kush u arrit kalamaj të këtyre? Këto kanë gjithë jetën... Jam në punë, karrierë. Kush u arrit kalamaj të këtyre? Në respekt kam për gratë që rrë shtëpi dhe rrisë kalamajt, me zgjedhjen e tyre të lirë, jo detyruara, po drejtat e grave nuk i mbrojnë dot këto që ju urrejnë gratë e tjera. E këto vajzat e reja, breziri, në shoqërinë shqiptare ka gjithmonë një muhabet. Breziri është i degeneruar. Pse është i degeneruar breziri? Pse është? Se si jepni juve asnjë mundësi që të deportojnë në sistem, pse është i degeneruar? Se ka guxim bëj jetën që do. Se zakonisht njeriu shan atë që do të bëj vet. Është e ditur, po shau një grua, një vajzë tjetër, se s'ja varr me njëri vetë dhe ka ose i mungon gjërat që ka bërë më parë. Ky vend po vuan shumë nga urrëtia që ka mes femrave me njëra tjetër. Ka një urrëtie të paparë dhe një luftë paparë për fronin e si harem gjigant. Nisa. Këto janë ca çështje që lidhen me administratën, që në rast se nuk i jepet, kush do japë zgjidhjen, do japë zgjidhjen njerëz që janë vetë në të. Në rast se nuk fillon një proces pastrimi, për mendimin tim, por kjo është analiza ime, shkon vendi pashmangshmërisht në konflikt civil, sepse s'ka pse vdes gjysma për bukë se doni keni qefin tuaj edhe doni të vazhdoni korrupsionin deri në vdekje dhe nuk funksionon asnjë sektor. S'ka pse. Që t'jemi të qartë, në administrat ka dhe njerëz të aftë. Janë tra, zakonisht janë, për mua janë gjithë ndotur në këtë sistem, po ka dhe njerëz profesionistë. Po të rinjt, pse rini zvarrisni juve me vite, kur mbarojnë vajzat ose djemtë shkollat? Mbarojnë me master, me të gjitha, shkojnë, aplikojnë, mbajnë me vite praktikant, pa rrogë, ose me gjysmë rrogë. Nuk e lënë të deportojnë në botë, nuk e lënë. Nuk e lënë deportojnë të rinjtë. Këta trashëgimtarët e komunizmëve pas kanë qenë çuditshëm, pas ego këtyre pas ka qenë galop, kështu e niveleve hiperbolike fare. Ego këtyre pas ka qenë sëmur, këta nuk shkojnë dot asnjëri të rrimë me sy. I duken të rinj sikur janë shëbëtar. Jo, janë më të aftë se ju. Janë edhe mentalisht më të pjekur se ju, se janë dhe brez tjetër, edhe kanë dhe më shumë informacion nga teknologjia, nga të gjitha. Po i nxjerrin ashtu edhe mësuesët në shkolla që nuk përkapin dot sistemin e modernizimit. Po sistemi arsimor është për tokë. Po kjo është çështje tjetër. Sëmundje madhe. Domethënë 70% e njerëzve duhet të ishin normalisht në psiqiatri, se s'do të përballojnë dot as po tiken nga puna këta të administratës të rrinë pa punë, janë mësuar me pushtet të përjetshëm. Paguajnë taksa këtyre. Paguajmë taksa në këtyre. Paguajmë taksa në përplasjes të skërdhje në për surat, sepse duket vetja tani ça.
apo këta të mediave që dalin dhe përfaqësojnë edhe nëpër media. Çfarë që na tregojnë ta ndryshët botox që kanë zgjidhur komplekse tani nga 50 vjeçë, ë? Jetën që s'kan jetuar atëherë duan me jetu tani edhe çfarë? Këto shterpa i desh. Tani ca shterpa i desh se këtu në Shqipëri nuk ka asnjë, këtu nuk ka departament për këtë drejtat e autorit. Këtu ja shterpa i desh. Marrin një ditë njerëzve lart e poshtë i bëjnë si ditë veta. Po e dini ju që sa job hanë për botë për këto ide që kopjoni që merrni ju, siç keni bë doktoraturat, siç keni bë temat e diplomave, siç keni bërë çdo gjë. Po kurse në pra punë ikni më. Se do bëjmë kështu se jo po shikoj se do bëjmë gjithë si filozofë moralist. Moralizmin e kanë të trashëguar moralizmin këto dhe këta. Ka filluar dhe me podcaste tani. Dëgjojmë moral edhe nëpër podcaste, të shohim surratet edhe nëpër podcaste. E të shohim demontë e tyre nëpër sy edhe nëpër podcaste. Të maskojnë e ditë e një për këto ide që vini njerëzve. Bota funksionon me ide, me patinta idesh. Kur s'keni ide, mos dini ta thoni aty se u është ideja juaj, se kujtoni që s'ka kush të flasë edhe vini ide të tjera, se keni zakonin të mediave. Edhe gazetar, edhe analistët gjitha. Merrni ide të njerëzve, se kujtoni që publiku nuk i njeh mas kujtave, edhe i thoni s'kur janë ditë juaj, apo do ju degenerojnë ditë për ditë që vini. Edhe na bëni si moralista aty, edhe thoni edhe patriotizma bosh, edhe thoni aty çfarë duan njerëzit të dëgjojnë, të dëgjojnë dhe bëni edhe deklarata klishe, që të duken, të thonë njerëzit bravo, ashtu është, bravo, si në kohën atëherë, bravo, që të ndihen, edhe që janë kokrat e hipokritëve, janë kokrat e hipokritë, janë hipokritë, po janë si sistem kështu hipokrit, janë si sistem hipokrit. Këto lloj njerëzish mori ky sistem. Të lënët e sistemi tjetër mori ky sistem, të lënët, më deficientët mori ky sistem, më të lënët. Unë i gjëja që s'kam kuptu kur një jetë time, se kam desh, se kam, tani nuk e di unë a du të shmendem në të ardhmen, nuk e kam kuptu kur dëshirën për pushtet. Një dëshirën për pushtet e ka njerëzit më deficient. Njeriu që ka për t'i dhënë shoqërisë, që ka për të bërë, nuk ka nevojë të kërkojë pushtet, se ka të natyrshme edhe dhuntin, edhe autoritetin, edhe karakterin dhe të gjitha. Njerëzit që dua se s'bën pushtet, janë njerëz deficient, janë njerëz të mangët. Po t'i hapësh kështu, i ke si ato matrioshkat. Si matrioshkat. Tregoj një kështu, një tip historie, një pasazh. Kishte dalur, tani kështu bë puna në Shqipëri, ky zoti këtë vend po e ka lënë me kohë, se e keni lënë ju, se unë jam besimtare e shpirtit tim. Po gjithë ata që e kanë lënë, zotin e ka lënë me kohë. Po e le të lë. Dhe që ta dini në ferin e Dantes, rreth i pari ferit është për ata që nuk besojnë. Nuk është për ata që bëjnë mëkate të vdekshme. Për ata që nuk besojnë. Ata neutralët që nuk besojnë, po nuk i bëj mirë edhe nuk i bëj keq njeriu me të vetën. Nuk i bëj keq njeriu dhe më shko zoti, po ti s'beson, ti ke lënë zoti, si që ka zoti ti kur s'beson. Feri parë, rreth i pari ferit është pikërisht për këta, neutralët. Për neutralëve po vuaj masivisht shoqëri. Tani, është një shprehje Lucifer, duhet kthehesh se feri të kërkon.
kishte dalë kryetari i legionit të luftës. Kishte dalë nga feri, ishte ngjitur mbi tokë. Kërkonte Luciferin, ishte feri pa Luciferin, kishte ikë Luciferi, s'dinin aty poshtë ku ishte. Luciferi kishte dalë mbi tokë. Kishte ngel feri bosh pa lider. E gjen. Luciferi tha, qa bën këtu, e tha, feri të kërkon, e tha, duhet kthesh. Po fillon rebelimi, tha, demonët po rebelohen, feri ka nevojë për ty, tha, qa bën këtu sipër. Dhe një pjesë e tyre tha, nuk din ku janë, ka nikur një pjesë e bazës, baza, do të thënë që se më thën llumi këtu nga dënet toksor llumi. Lirate tha, Luciferi, kam nevojë të bëj pak pushime, tha, kam ardhur këtu. Luciferi kishte ca korrente mbi tokë, vërdallise, i shtinte njerëzit në mëkat, atë, ç'u bën? I shtinte njerëzit në ngasje, në mëkat, hante, pinte, ç'a mund bësh tokë, bënte festa. Po argëtoj. I tha, duhet të kthesh, i tha, se po prishën balancet, i tha. Është zemëruar dhe Zoti, tha, ka çuar fjalë, tha, po të kërkon. Zoti, tha, ju Zoti më ka përzënë, tha, nuk e di pse është zemëruar tani. Po të përzuri truaj e ferin, tha, jo të dilje me tokë, kush do i mbaj ata poshtë. Që tha, kam urdhër, do kthesh, tha. Ose do më duhet, tha, të azisoj. I tha, kryetari i legionit luftës Luciferit. Dhe bën të sulmoj. Ai. Sulmon më fort është. Që i tha. Unë, tha, jam Luciferi, tha. Mua nuk më sulmon dot njeri. Unë e vendos kur fillon lufta dhe unë vendos kur fillon rebelimi. Tani ktheu poshtë, tha, do flasim njëherë tjetër, se unë kam punë për të bërë këtu, mbi tokë. Luciferi në fakt nuk ishte dalë në tokë vetëm për të bërë qef. Këtë e bënte sepse ishte pjesë e tij, natyrës tij që i shtinte njerëzit në mëkat. Kishte dalë sidomos për të bërë atë që ai shkrijuar të bëjë, të ndëshkonte. Një për një, personalisht. Thuhet se njerë në disa kohë del, pra edhe në të histori, dilte të shkonte vetë personalisht. Dhe ata pjesë që kishte njohur nga poshtë bazë pra llumi, në fakt kishte ndalë sipër. Dhe po tundesh themelet se çdo gjë ka një balancë, sipër poshtë. Çfarë ka poshtë reflektohet sipër, çfarë ka sipër reflektohet poshtë. Është si zeza me të bardhën. Yin dhe yang, si mund të them. Ajo pse kishte dalë sipër dhe ishte prishur të balancat. Vazhdimin do të them një tjetër. Kjo është shkruar diku se nuk është se shpika unë. Mund të ketë marrë në një ngjyrim artistik gjatë tregimit, por pasazhet janë shkruar diku, çdo gjë është shkruar diku. Çfarë, si ka lindur, si do mbaroj, çfarë ka ndodhur, çfarë do ndodh. Dilte, pra, nuk i zgjidhte rastësisht vendet ku dilte, ishte vendet që i kishte marrë. Ne kemi shprehjen tonë, i kishte marrë djalli, pra në vendet e veta, dilte në vendet e veta. Si Shqipëria, për shembull, që ju e keni lënë besimin me kohë.
Kur e lë besimin, merr tjetër kush në dorë, kur lë besimin në Zot, merr tjetër kush në dorë. Fatet e njerëzve, por ky justifikimi që Oqi Enver Hoxha është duku fen, edhe prandaj ne jemi kështu. Enver Hoxha Oqi fen, por nuk Oqi besimin e ka lënë vet. Se nuk beson me njëri. Pse nuk besoj me njëri kur u lejoa besimin mas në vetës prapë? Tregon që është brenda ajo. Nuk beson. Po një ditë duhet të paguash për mos besimin dhe për ato që ke bërë. Se cilë më shprit në vetër dhe nuk po flas për në një organizim legjonash s'jam punët dhe tonat. Tani kemi këshilla, që ka ndalë sa këshilla ndërfetare me deklarata, qa këshilla ndërfetare? Këshilla ndërfetare më bërë fetë, më bërë se institucione ndërtimi. Por më vjen keq që humbi një brez që ka mbajt shumë komi shqiptar me dashuri dhe e ka sill deri këtu sa është. Brezi i gjysheve tona që ruajtën besimin edhe rritën dhe fëmijët me besimin dhe atëherë kur nuk lejoj, shpresë që iku dhe shpresë që nuk jeton më. Shpresë i promosur në komunizëm, po përpara, sot duhet ishte 90, 110 vjeç, po ç'të bën, gjërat ndrojnë. Disa ikin, disa vinë njerëz, po besimi secili ka për shpirtin e tij. Ajo që bën një sistem është që kur nuk është sistemi drejt të bën që shumë njerëz ta japin shumë shpejt besimin dhe ta pësojnë edhe të në një tërsi të tjerë. Fetë që janë aktualisht nuk dua të futem me këtë punë e feve, po fetë që janë në treg, në treg është bërë, si treg fesh është bërë Shqipëria. Asnjëra nuk pasqyron traditat, vlerat e vërteta të shqiptarit. Feja e vërtetë e shqiptarit ka qenë katolik të mirditës dhe ortodoks të epirit. Zona tjera vazhdon tradita kryesisht pagane, prandaj patën më të kollaj të prapë një lloj lobi që hyri më vonë ebraik, që fut e tjerë që nuk është fare pjesë as traditës, as vlerave tona shpirtërore, që korruptuan njerëzit më të prirur për të dhënë. Unë kam përshtypjen do jetë të shtuar edhe si genetikisht, se sa hebrej kishim strevuar sa 40.000, se din më mirë këta se lobit që kamuflojnë herë si ortodoks, Një nga tragjedit më mëdha për mendimin tim që po i ndodh këtij njerëzimi është shkatrimi i krishterimit vërtet, i vlerave të krishterimit vërtet dhe i përshtatjes së krishterimit sipas sistemit hebraik apo judaist. Po këto janë çështje të tjera. Në fund secili do paguaj aq që të shpirtet vet. Ose po bëm shumë bashkë, mund të organizojmë një që më toksore. Edhe diçka si përfundim, unë mendoj, pa dyshim, që çdo njeri që ka arritur diçka në jetë, ka një merit, nuk ka arritur katë. Ka një merit, vjen nga një zonë e largët, ka bu sakrifica,
ka arritur të shka në Tiranë, parisisht se këtu shumë janë sjell nga sigurimi i shtetit në Tiranë dhe janë shpërblyer. E lëm të, po them që s'ka ndodhur, kështu ka ndodhur, po nesër. Gjithsesi edhe për ta mbajtur diçka një vend pune, çdo njeri ka meritat e tij. Por sistemi, në një sistem tjetër, janë njerëz që nuk do përfaqësosh njerëz me më shumë vlera, talente e të tjerë. Në këtë sistem meritat e kanë këta. Pra në këtë sistem unë nuk jam më mirë se dikush që ka merita për të ngjitur më mirë në këtë lloj sistemi. Prandaj në analizat e mia gjithmonë mendoj që dhe them gjithmonë që është sistemi problemi se si ndërton gjithë strukturimin e një shoqërisë, e një shoqërie. Ju pëlqen mbajeni, si pëlqen mos mbajeni. Po është pashmangshme që ka rënë dhe po bie, është cikël që po marron. Ju mbajeni me zor, po marron. Po marrin gjërat me zor. Mirë, unë Eva ju përshëndes shumë. Këto që them janë gjithmonë fjalë bazuar në analizat e mia, më të sinqerta, më të studimeve të mia të jetës që kam, që studente që i bëj, të aktivizmit tim që kam nisë, që të studentët, të gjërave që unë besoj fort, që e kam vujt mbi shpinë, të gjithë vujteve që kemi prej brezash, një pjesë e shoqërisë që jemi jashtë sistemit, që nga sistemi kaluar. Shumë njerëz meritojnë shumë më mirë nga për shkak të vlerave morale, për shkak të sakrificave, meritojnë shumë më shumë se sa të nuk e kam për veten time, sinqerisht më intereson fare. Unë them atë që duhet them, edhe do e them. Mbyllet në trakt 100 euro, pa do e them. Çka po si pëlqen në njeriu që thash mos harxhon kot energji. Se nuk është se më intereson fare. Nëse shkruani po do, bëni çfarë doni, po unë jam njeri hapur, unë jam për hapje, jo për mbyllje. Hapuni. Hapuni, bëni të gjithë çfarë të doni, qetësoni, relax. Ju përshëndes shumë dhe paqe me shpirtin tuaj. Aty që ka ngelur, ku që ka ngelur, i hëngërt ajo që ka brenda, së shfaj, vetë zjollët. Ju përshëndes shumë Eva, paqe.